Ivanka, më thuaj pak, çfarë ndodhi? Isha me 4 miqtë e mi, duke notuar në urat e Mesdheut, bashkë me jatin e Josefit 15 kate, dhe papritur pam një tokë të braktisur, të vetmuar. Hoqa shapkat e mia dhe shkova në përfera, e ndjeva, energjia nuk gabon kurrë. Po, ky ishulli nuk ishte një pronar? Nuk e besoj të kishte pronar, dhe në fakt këtu vlen për të dhënë një mesazh për gjithë ata që po na shohin që kush i përket kujt nuk e përcakton pronësia në letra, por energjia, siç e ndjeva unë që ai më përkiste mua dhe unë i përkisja atij. Në fakt, mos gaboj, ishte dikush, një pronar, një qytet, një shtet, Albania. Çfarë plani ke me këtë ishull? Duke ju përshtatur florës dhe faunës së ishullit, unë dua që me një vlerë modeste, të vogël, të konsiderueshme, $4 miliard, ne të krijojmë një resort në mënyrë që të krijohet një ambient cool, chill, i lezetshëm për mua dhe shokët e mi, dhe më rëndësishme se është hall më vete, të ketë secili nga një port ku të parkojë jahtet e tij. Përveç kësaj, po babi Trump çfarë mendon për këtë gjë? By the way, më bëj falas, më ka marrë shumë malli për të. Me që kujtova tani, përballë ishullit tim, ishte edhe një tokë edhe ajo e shkret, e vetmuar, një lagun mos gaboj, narça, nuk e di, diçka e tillë, i thash babit, babi e marrim dhe këtë, që me jatin ton të shkojmë dhe aty, të kthehemi, të bëjmë xhiro. Babi tha, pse jo Ivanka ime?